Kolege i nderuar, shiko me kujdes, jemi në 16 javë 5 ditë. Gjeni një bark në centilin e 11, gjeni një humerus në centilin e 93, gjeni një femur në centilin e 96 dhe natyrisht gjeni një hund të vogël. Pra, ky është aspekti biometrik që ju duhet të shihni te ky fetus që ishte nënshtruar testit të ADN-s fetale dhe kishte treguar një trizomi 21. Por ky është një test skrinimi që do të kërkoj konfirmim. Dhe shikoni indeksin cefalik. Ishte mesocefalik dhe ju brakicepalik siç do të kishim pritur. Pas pak sekondash do të dëgjoni të gjithë rastin klinik dhe mund të vëzhgoni shumë konsiderata të tjera në lidhje me patologjitë renale dhe kardiake. Faleminderit. I nderuar koleg, pacientja kryen më pas amniocentezën e cila konfirmon se bëhet fjalë për trizomi 21. Mesazhi që duhet marri me vete është se jo gjithmonë në trizomi 21 ka brachycephaly dhe displazi rinomerike, por në raste në të vërtet të rralla si ky nuk ka. Faleminderit për vëmendjen. I nderuar koleg, rasti që sjell në vëmendjen tënde do të na bëjë të marrim shumë konsiderata. E rëndësishme është historia klinike. Pacientja ka kryer një NIPT që ka evidentuar një trizomi 21 dhe atëherë shikoni këtu. Kemi bërë 3 diametrat, biparietal, occipitofrontal dhe perimetrin kranial, të cilët janë plotësisht të rregullt dhe nga ajo që pat më parë nuk ishte brachycephaly. Shikoni palën nukale. Pala nukale është e hollë. Dhe pra çfarë do të thotë kjo? Që nga dy shenjat e shpeshta në sindromën Down, siç janë një palë nukale e rritur dhe një brachycephaly, nuk ishte asnjëra as tjetra. Dhe kjo shpjegon variabilitetin e shprehjes klinike të një sëmundjeje të caktuar. Këtu shihni përsëri palën nukale, që është e hogë. Shihni që pas trurit të vogël ka një zonë të vogël transonike, por do t'i kthehemi më vonë. Truri i vogël është i rregullt për moshën gestacionale. Shtylla kurizore është normale, por më shumë se sa të shikoni shtyllën kurizore, shikoni qafën që është e hollë. Okej, pastaj do të shikoni shtyllën kurizore, që është plotësisht e rregullt, si në pjesën cervikale, ashtu edhe në atë dorsale dhe lumbare, dhe edhe segmenti i fundit, që është ende në gjendje membranoze ose kërcore, duket i rregullt. Do të bëjmë një matje të perimetrit kraharorit, por te zemra do të kthehemi më vonë sepse do ta shohim më mirë. Është një perimetër i rregullt i kraharorit. Do të masim perimetrin e barkut dhe është normal. Do të shohim shikzën e tëmbëthit, do të shohim stomakun dhe do të shohim që biometria e barkut është madje një javë më e madhe, por këtë ju e keni parë tashmë në nomogramet në fillim të biometrive që e dëshmonin këtë. Shihni stomakun. Mosha e shtatëzënis ishte e thikurt. Këtu shihni një prerje të parë të zemrës me 3 enët dhe traken dhe më pas ne do të përqendrohemi te barku, ku kjo është këtu shihni fytyrën dhe këtu do të shihni një aspekt të rëndësishëm që jepet nga hunda jashtëzakonisht e vogël që do ta vëremi këtu në këtë projekcion ku shihni kockën e hundës pothuajse të pranishme. Në këtë periudhë, në 16 javë, mund të matet tashmë dhe ky është një percentil i ulët. Vëmendja e madhe shkon te barku, ku do të shihni një zor të rregullt, por shikoni në pjesën e poshtme. Shihni një veshk që ka zona cistike. Po e mas taj. Dhe do të shihni që veshka tjetër, ajo e djafta, është normale. Kthehemi përsëri të shohim zorën, kthehemi përsëri të shohim kjo është zora që ka ngjyrë të rregullt dhe do të shohim përsëri veshkën e majt. Tani po shohim veshkën e djaft, e cila është normale, nuk ka formacione cistike dhe është me përmasa të rregullta. Shihni që është më e vogël se e majta, 17 mm, ndërsa e majta është rreth 20-21 mm.
Dhe shihni që gjatë vëzhgimit të veshkës së majt, do të shihni disa cista dhe sidomos shihni një parenkim më ekogjene. Për cistat duhet parë nëse ato komunikojnë apo jo me njëra tjetrën dhe do të shihni që duken sikur janë të ndara nga njëra tjetra. Por kjo mund të vlerësohet vetëm më vonë. Shihni fshikëzën dhe tani do të shihni që kordoni është i formuar rregullisht me 2 arterje dhe një ven. Do të shihni organe gjenitale maskullore normale. Po i shihni tani, por vëmendja më e madhe për ju do të jetë të vëzhgoni këto struktura kockore që janë mbi normën, duke qenë se nuk shoqërohen me trizomin 21. Por, natyrisht, ekzaminimi i ADN-s fetale duhet të konfirmohet me amniocentez, edhe pse ju pastaj do të keni parë që te trizomia 21 nuk ka shtim të plicës nukale, nuk ka displazi rinsomelike, shihni edhe këmbët, humeusi dhe ulna do të jenë të rregullta, por do të gjejmë diçka tjetër që do të na thotë kujdesu. Do të bëjmë amniocentezën dhe amniocenteza do të jap sigurinë për të dhënat e ADN-s fetale që kishin treguar një trizomi 21. Kthehemi përsëri të shohim të 2 veshkat. I shihni këtu. Kjo është e djarta dhe është normale dhe pas pak do të shihni të majtën që është poshtë dhe shihni më hiperekogjene. Në rregull? Pra, ju tregova pak a shumë të gjitha aspektet e këtij fetusi që janë pjesërisht kontradiktore, por ekzaminimi këtu janë edhe gjymtyrët e sipërme që gjithashtu janë me përmasa më të mëdha krahasuar me moshën, me përqindje shumë të larta që nuk përputhen me një trizomi. Tani po shohim zemrën. Vëzhgoni mirë. Ka një dëjmë dhe mund të krijohet përshtypja se ka një aortë të vendosur mbi të 2 anët. Duhet të jemi të kujdesshëm sepse mosha është shumë e vogël dhe të shënojmë që ka këtë dyshim dhe të kërkojmë më pas një kontroll të mëvonshëm për të vlerësuar nëse vërtet aorta ishte vendosur mbi të 2 anët. Ju më pas do të shihni ekzaminimin që është kryer më vonë dhe do të shihni se si ai dhe do ta shihni atë dhe do ta shihni më pas situatën. Prandaj shumë kujdes në këtë periudhë sepse është një periudhë shumë e hershme dhe natyrisht duhet të këshillohet konsult kardiologjike. Duhet të shihni. Kemi shkruar me pikpyetje. Duhet të këshillojmë konsultën gjenetike, duhet të këshillojmë studimin të kariotipit, që do të kryhet dhe do ta shihni pas pak sekondash pjesa e dytë e këtij ekzaminimi që do të bëhet pas rreth 4 javësh. Shihni që kishte një fluks normal të gjakut nga ana e nënës dhe tani, përmes rrugës vagjinale, kushtoni vëmendje shenjës që ju tregova për zjerimin e ventrikulit të 4, por vëzhgoni me vëmendje maksimale palcën e qafës që është krejtësisht normale, nuk ka nyje limfatike të zmadhuara. Pas pak do të dëgjoni pjesën e dytë të regjistrimit, atë të kryer te pacientja në javën e 20. I nderuar koleg, tani do të tregoj ekzaminimin e kryer në javën e 20. Do të vëresh menjëherë që femuri ishte normal, por do të vëres që veshka e majt, që ishte tashmë e dyshuar për displazi, bëhet padyshim me prekur nga displazia renale. Përveç 2 kistave të vegjël, do të shohish pas pak sekondash të gjithë humbjen e arkitekturës normale dhe paraqitet pamja klasike, e veshkës displazike, ndërsa pas pak sekondash do të shohish veshkën tjetër, atë të djaghtën, e cila ka përmasa normale dhe ka një ekostrukturë normale. Pra, në përfundim, konfirmohet displazia renale. Do të konfirmohet që ka një pamje normale të profilit. E sheh këtu hundën që është normale, nuk është një hund e vogël dhe do të vëresh një hund rreth percentilit të 30
do të vëres që koka është normale, do të vëres që biometria bëhet përsëri, do të vëres që nuk ka një plic nukale të rritur, do të vëres që edhe Humeusi është me përmasa normale, por unë dua të tërheq vëmendjen të shikosh me kujdes zemrën. Këtu sheh dorën që është e rregullt. Zemra, do të shofesh që ka 4 dhoma, do të shofesh që valvula trikuspidale dhe mitrale janë në lartësinë e duhur, do të shofesh që septumi parë dhe septumi dytë janë të rregullta, do të gjesh vetëm një mospërputje të vogël në favor të seksionit të djathtë krahasuar me atë të majt, por këtë duhet ta vëresh. Duhet vëres që aorta nuk është e vendosur sipër, prandaj ka qenë mirë që kemi qenë të kujdesshëm në atë kohë. Do të shohësh përsëri që aorta nuk është e vendosur sipër. Këtu vëren se ka një mospërputhje mes ventrikulit të djathtë dhe atij të majt në favor të me dominim të seksionit të djathtë ndaj atij të majt, por shikoj edhe një herë për herë të fundit seksionin kardiak, ku këtu sheh që nuk ka ndonjë ndryshim, pra të trikuspidës dhe mitralës, dhe tani shko të vëresh në sekondat e fundit atë që këtu sheh venat pulmonare që pra derdhen në atriumin e vendosur në të majt, por shko të vëres që nuk ka një aortë të vendosur sipër dhe këtë do ta vëresh me kujdes dhe prandaj e theksoj edhe një herë kujdesin që duhet pasur në këto raste dhe si pra gjithçka duhet të raportohet dhe sa e rëndësishme është konsulta me kardiologun pediatër që duhet pra të konfirmoj të dhënat që kemi vërejtur ne dhe duhet pra të shpjegoj të gjitha vështirësitë pacientit dhe ja ku është përsëri për herë të disat që po të tregoj me ngadalësim që nuk ka një aortë të vendosur sipër. Faleminderit për vëmendjen.